Ju gjatjeta të nderuar, Turqia e vitit 2026 nuk është më ajo Turqi që dikur priste me muaj e vite leje nga perëndimi për ndonjë pjesë avioni, për një motor tanke apo për një raketë mbrojtëse. Sot Ankaraja po prodhon dron që po ndryshojnë luftra gjithandej në botë. Anije që po ndryshojnë dhe kontrollojnë mesdheun, dhe raketa që po tronditin rajonin. E natyrisht dhe më kryesorja që po prodhon avion ushtarak që synojnë të futen në klubin më ekskluziv ushtarak të botës. Ajo që dikur dukej propagandë politike, sot po bëhet realitet industrial dhe strategjik i Turqisë. Dhe pikërisht kjo po i shqetëson shumë qendra të mëdha globale të fuqisë. Sot, të nderuar, bota po hyn në një epokë ku shtetet nuk mbietojnë më vetëm që kanë ekonomi të fortë, por ato që kontrollojnë teknologjinë ushtarake, inteligjencën artificiale, hapësirën ajrore, dronët, raketat dhe natyrisht mbrojtjen elektronike. Në këtë garë të egër globale, Turqia po ecën me një shpejtësi marramense që ka habitur edhe vetë NATO-n. Në një shtet që para vitit 2009 importon të thuajse gjithçka, sot është ndruar në një eksportuese të armëve në më shumë se 100 vende të botës. Dhe pyetja që po shtrohet gjithnjë e më shumë në qarqet ndërkombëtare është me sa avion, apo shndrohet Turqia gradualisht në një superfuqi të re ushtarake industriale? Nëse po, sa do të jetë e mirë apo e rrezikshme për botën? E nëse jo, a mund të ndalet hovi i Turqisë për të mos kërcënuar cilin do pjesë të botës? Sonte këto, nuk do të flas me emocione me gjithçka hyrja që interesante. As nuk do të bëjmë propagandë e as nuk do të hedhim slogane. Do të flas me shifra, me analiza strategjike, me projekte konkrete, me krahasime me SBA-n, Rusinë, Kinën, Izraelin dhe me fuqi tjera ushtarake të botës, për të pa faktin dhe realitetin se në çfarë pozite sot gjendet Turqia dhe nga kjo pozit a mund të pretendoj se nesër të jetë ndër 7 fuqit më të forta ushtarake të botës. Në fakt, pyetje interesante është se çfarë në realitet po ndërton Turqia. Sa është e fuqishme sot dhe deri më sot, ku është më e fortë dhe ku krahasohet me vendet e fuqishme evropiane dhe natyrisht pse disa analistë po thonë se dekada e ardhshme mund të ndryshoj përfundimisht pozitën e Turqisë në rendin global dhe natyrisht edhe baraspeshat gjeostrategjike të globit të tokës. Do me thonë, sonte po flasim për të arriturat e Turqisë duke dash që ta pasqyroj këto para juve realitetin e këtij vendi. Megjithëse që herëherë në për vende e hapësira të ndryshme, mbas edhe në rrjete sociale, herë shohim idealizma e romantizma të tepruar rreth Turqisë, e në anën tjetër shohim propagandë antiturke duke dashur që të mos e pranojnë pozitën reale të cilën sot e ka Turqia. Turqia e sot me pra, të nderuar kudo që jeni, këto e në mërgat, nuk është më ajo Turqi që para 2 dekadash priste miratimin e Washingtonit, të Berlinit apo Tel Avivit për çfarëdo sistemi kritik ushtarak. Para vitit 2002, nëse donë të ta kuptojmë edhe më mirë situatën, është e patjetërsueshme në raste të këtilla
të tërhiqen paralele krahasuese, të përdoret ai ligji i logjikës, që quhet ligji i komparacionit midis dy entiteteve që kanë së paku 3 deri në 4 elemente të përbashkëta. Përndryshe, ligji i krahasimit sipas logjikës është i pavlefshëm. Sido që të jetë miq, në vijën e këtij krahasimi, para vitit 2002, industria turke e mbrojtjes ishte kryesisht montuese, riparuese dhe importuese dosido. Sot Turqia prodhon dron luftarak, prodhon raketa, prodhon fregata, prodhon automjete të blinduara, prodhon tanke, sisteme elektronike, radar tepër preciz, municione inteligjente, helikopter dhe natyrisht po zhvillon avionin ushtarak Kan, i cili aeroplan ushtarak po i bëhet konkurenti kryesor F-35 amerikan. Kjo është një nga transformimet më të mëdha industriale dhe strategjike në botën islame që ka ndodhur në 100 vjetët e fundit. Dhe natyrisht edhe brenda NATO-s pas luftës së ftohtë. Në vitin 2002, sektori turk kishte diku 56 kompani dhe 62 projekte, mirë po me varësi të jashtme midis 80 dhe 82%. Qarkullimi total ishte 1.1 miliard dollar, eksportet në industrin ushtarake ishin 248 milion dollar. Kjo që e thash deri më tani është një nga transformimet më të mëdha industriale dhe strategjike në gjithë botën islame dhe në NATO pas luftës së ftohtë. Derisa në vitin 2002, sektori turk kishte rreth 56 kompani me vetëm 62 projekte, me varësi të jashtme midis 80 dhe 82%, me një qarkullim 1.1 miliard dhe eksporte vetëm 248 milion dollar, deri në vitin 2024, ekosistemi turk kishte arritur të posedonte 3.564 kompani me 1.400 projekte dhe me prodhime vendore deri në mbi 82%. Qarkullimi në vitin 2024 ishte 20.2 miliard dollar dhe eksporte 7.154 miliard dollar. Në vitin 2025, vitin që e lam pas, qarkullimi arriti në 34 miliard dollar, eksporte në 15 miliard dollar. Sipas ecurive dhe analistëve që merren me çështje ushtarake të Turqisë, në vitin 2026 priten rezultate të pabesueshme. Afër 70 miliard dollar qarkullim në industrin ushtarake, ndërsa eksport diku mbi 30 miliard dollar. Shifra këto që e bëjnë Turqinë ndër 15 vendet më të fuqishme të botës në industrin ushtarake. Tjetra, para vitit 2002, Turqia kishte ushtri të madhe, po pozit gjeografike, gjeopolitike të jashtëzakonshme, po, dhe rol të rëndësishëm në NATO, gjithashtu po, por nuk kishte kurfar autonomie strategjike. Ajo kishte varësi të madhe nga SBA dhe NATO për avion ushtarak, për motor, për elektronik, sisteme ajrore, municione të avancuara, radar dhe natyrisht makina të ndryshme ushtarake. Pra, fuqia ushtarake turke ishte e madhe në numër,
por e varur skajshmërisht deri në 83% në teknologji nga vendet e tjera perëndimore, sidomos anëtare të NATO-s. Dhe problemi ishte pikërisht ky. Dhe është pikërisht ky. Një shtet mund të ketë shumë ushtar, por nëse nuk prodhon radarët e vet, nëse nuk i ka motorët e vet, raketat, softwarein e vet, senzorët e vet dhe sistemet komanduese, ai nuk është sovran në mbrojtje në nivelin siç do të duhej të ishte një shtet i fortë. Pikërisht këtë e ka kuptuar elita strategjike turke pas krizave me embargot e ndryshme që i veheshen Turqisë, pas presioneve politike mbi te, pas ndërhyrjeve të vendeve perëndimore, sidomos të Evropës, dhe pas përjashtimit të mëvonshëm nga programet e ndryshme ushtarake perëndimore. Kjo e zgjoi Turqinë që të orientohet ka Koreja e Jugut dhe vendet e tjera, dhe për më pak se 12 vite të bëhet forca ushtarake e cila përqendrohet dhe mbështetet në prodhimet e saj vendore deri në 81% të gjitha produkteve ushtarake që i dohen një ushtrie si Turqisë. Çfarë ndodhi? Pas vitit 2002, pra, Turqia e nisi një transformim të trefisht, industrial, teknologjik dhe geopolitik. Qëllimi nuk ishte vetëm të bliheshin armë më moderne, edhe nëse e kishte fuqinë ekonomike blerëse të mjaftueshme, por qëllimi i Erdogan dhe i elitës ushtarake, elitës intelektuale, e turqve, e qeverive turke ishte të krijohej një ekosistem kombëtar mbrojtës i mbështetur në fuqitë e veta dhe në prodhimet vendore. Kjo strategji natyrisht trikashe u ndërtua mbi disa shtylla. Një, prodhimi vendas mori hav të madh, eksporti gjithashtu mori hav të madh, bashkëpunimi privato-publik, le ta dëgjon edhe qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Më pastaj, hav i pabesueshëm në universitetet teknike, pastaj kompani shtetërore si Aselsan, Roketsan, Tusash, TAI, Havelsan, MKE dhe aktor privat ndër më të njohurit Baykar. Kështu, në vitin 2024, sipas SIPRI, Turqia kishte tashmë një kompani të saj në listën disasosh, në listën e 100 kompanive më të mëdha të armëve në botë. Aselsan, për shembull, kishte të ardhura nga armët rreth 3.47 miliard, 3 miliard e gjys në vitin 2023. Ajo që e bën të avancuar, të njohur dhe pretenduese Turqinë që të jetë pjesë e dinamikave të reja të rendit global që po krijohet, janë pikërisht dronët. Revolucioni që e futi Turqinë në hartën globale, suksesi më i madh simbolik i Turqisë është pikërisht fusha dhe hapësira prodhuese e dronëve. Bayraktar, TB2, AKNJ, Kızıl Elma dhe sistemet të tjera e bën Republikën e Turqisë një aktor global në luftën moderne me kosto më të ulta dhe më e pranueshme gjithandej në botë, në së paku 100 vende të ndryshme të botës. Baykar sot ka kontrata eksporti me 36 vende për Baykar TB2, me 16 vende për AKNJ dhe me 37 vende
për eksportet e saj të dronëve të ndryshme. Që i bje 90 shtete të botës kanë kontrata me kompanin Baykar për blerjen e produkteve të saja. Turqia nuk është në gjendje sot të prodhoj si pas kërkesës, por kërkesat me pagesa paraprake bëhen, ndërsa dorëzimi i dronëve dhe i industrisë tjetër ushtarake shkon deri në 5 vjet. Që i bije, po ta kishte nisur Turqia më herët, sot fuqia shitse e Turqisë do të shkonte mbi 250 miliard dollar vetëm në rrafshin e industrisë ushtarake. E rëndësishmja në pikën apo në temën e dronëve është sepse droni turk nuk është thjesht një produkt vetëm ushtarak, por është një instrument diplomatik për Republikën e Turqisë. Një shtet që blen dron turq hyn në marrëdhënie të domosdoshme teknologjike, trajnimi, mirëmbajtje dhe sigurie me Ankaran. Prandaj Turqia nuk eksporton vetëm armë kur shet dron dhe armatim, por ajo eksporton edhe ndikim gjithandej ku i shet armët e saja. Nuk di sa jam i kuptueshëm. Në anën tjetër, kanë ambicia që të jetë në klubin e avionëve të gjeneratës së 5. Projekti kanë është pika më ambicioze e industrisë ushtarake të Turqisë. Avioni turk i gjeneratës së 5 e bëri fluturimin e parë me 21 shkurt të vitit 2024, që ishte një moment historik për Republikën e Turqisë e që derivon ishte i varur, apo ishte e varur Turqia kryesisht nga F-16 dhe programi F-35. Megjithatë, duhet të kemi kujdes dhe duhet të jemi objektiv, të flasim këto si çdo të flasim, po flas për vetveten, sepse e di se dëgjohem gjithandej. Kanë, për të cilën është idealizuar, romantizuar dhe shkruar poezi gjithandej në mesin e atyre që jetojnë brenda Turqisë dhe që flasin me gjuhë pozitive për Turqinë, kanë ende nuk e ka bërë Turqinë të barabartë me Shqipërinë. Bile është larg. E as me Kinën, e as me Rusinë. Projekti është në zhvillim. Motorët mbeten sfida teknike kryesore, ndërsa prodhimi masiv i kanëve kërkon kohë, siç thash pak përpara, sa paku 5 vjet. Por politikisht dhe teknologjikisht kanë tregon se Turqia nuk dëshiron më të jetë vetëm blerëse avionëve, por dëshiron të hyjë në klubin e prodhuesve më strategjik të botës. Rrafshi i tretë që e bën Turqinë në nivelin të cilin e bëra hyrjen në këtë video është Marina Turke dhe TCG Anadolu, që është një tjetër simbol. Është anija më e madhe e marinës turke vendore me motorin vendor, e komisionuar me 10 prill 2023 dhe që është ndërtuar si platformë amfibe dhe si bartëse e dronëve, duke i dhënë Turqisë aftësinë më të madhe të projektoj atë që dëshiron në ujrat e Mesdheut, në Egje, në detin e Zi dhe gjithandej në detrat e botës, por e bën edhe të kërkueshme për bashkëpunime dhe shitje të këtyre anijeve shteteve të cilat dëshirojnë t'i blejnë. Kjo tregon se Turqia, pra, nuk po mendon më vetëm për mbrojtje territoriale, por për prani rajonale, në Libi, në Siri, në Ballkan, në Katar,
në Somali, në Mazdeun Lindor, në Kaukas e në detin e zi, e dashtën njerëzit apo nuk e dashtën. Një pikë tjetër që e bën të ndjeshme dhe të pabesueshme arritjen e Turqisë, të pabesueshme edhe nga vetë shtetet anëtare të NATO-s, është edhe sistemi Steel Dome. Një nga dobësitë të quaj historike të Turqisë deri më tani ka qenë mbrojtja ajrore që quhet shumë shtresore. Për këtë arsye, projekti Steel Dome nuk është vetëm i një rëndësie ushtarake, por edhe i një rëndësie strategjike, diplomatike, ekspansioniste e natyrisht edhe politike nga brenda. Kompanit turke kanë nënshkruar kontrata në vlerë prej 8.4 miliard dollar për të forcuar sistemin Steel Dome me kompani që prodhojnë radar, raketa, senzor dhe qendra komanduse. Ky projekt synon të krijojë për Turqinë atë që Izraeli e ka quajtur Iron Dome, por me një version më të gjerë dhe shumë më të fuqishëm se Izraeli. Mbrojtje kundër raketave, kundër dronëve, avionëve dhe kërcënimeve të ndryshme hibride. Tash, miq, thash se do të me bëhe një krahasim. Me e përdor ligjen e krahasimit për ta kuptuar situatën dhe gjendjen e një shteti, entitetin, ndodhije, ngjarje apo çfarë do qoftë. Sipas Sipris, vetë eksportuesit më të mëdhej sot dhe kryesor të armëve në periudhën 2020-2024 janë mesavion. Shëbaja është e para, Franca e dyta, Rusia e treta, Kina e katërta, Gjermania e pesta, Italia e gjashta, Britania e madhe shtata, Izraeli i teti, Spanja e nënta dhe Korea e jugut e 10. 10, mirë po me i këshyrë përqindjet, shiqani se ku është situata dhe ku është fuqia ushtarake, e industrisë ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për me pa dhe me krahasue tani këta shtetet tjera, ti quaj klincat tjerë të botës. Shëbaja mban 43% të eksporteve globale, gjysmën e armëve që prodhohen këtë botën, ajo mund të llogaritni se sa triliona, mos them sa 10 triliona dollar prodhohen, harxhohen, shiten, djegen në gjithë botën. Gjysmën e tyre i prodhon kush? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj vje Franca, prej Amerikës 43%, e dyta Franca me sa? Me 9.6%. Pastaj Rusia me vetëm 7.8%, pastaj Kina me 5.9%, pastaj Gjermania me 5.6%, pastaj Italia me 4.8%, Britania me 3.6%, Izraeli me 3.1%, Izraeli, një shtet që kaq, me 3.1% të prodhimit global të armëve. Kur po më kritikoni që po thom duhet të mësohet historia hebreje, duhet të mësohet historia hebreje në për katedrat e Universitetit të Prishtinës, sidomos në atë të historisë dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Izraeli pra 3.1%, Spanja me 3% dhe Korea e Jugut me vetëm 2.2%. Miq, e kam pas përmend Kewakibin dhe Shatibin para do kohe, kur ka pas thënën Kewakibiu për mësuesin e tij Shatibin, Kalilum minke yekfine. Veç pak prej teje mua më mjafton, për detyrisë sate, për thot mësuesit vet, po e për shumë mësuesit vet. Kalilum minke yekfine.
veç pak pejte mu më mjafton. Walakin, kalilu minke la yuqalu lahu qalil. Por e të pak të sate nuk i thuhet ma e pakët. Doa të them, Korea e Jugut me 2.2% të prodhimit industrial ushtarak në botë. Me tonet, fjalit, gjërat, faktet, vite që i përmena përpara, Turqia nuk është brenda qëtyre 10 vendeve. Pra, kuptohen dy gjëra shumë të rëndësishme. Ku ka qenë Turqia me vetëm 248 milion eksporte para 2024, para vitit 2002, e ku ka mri me ambicje në 2026 që të jetë mbi 50 miliard dolar, e rritur kolosale, grandioze, dhe në të njëjtën kohë sa i dohet Turqisë të punoj edhe më shumë për të futur nesër në mesin, në klubin e vendeve, 10 vendeve kryesore që shesin armë. Kjo është si total i industrisë ushtarake. Megjithatë, një gjë duhet ta keni të qartë. Sikur një edhe një bojnë dy. Turqia në industrinë e aviacionit ushtarak sillet midis 3 dhe 4 vendeve më të fuqishme të botës. Dhe ky kërcim kaq i lartë në industrinë ajrore të aviacionit e ka vënë Turqien në pozitën e 5-16 vendeve më të fuqishme të botës në industrinë ushtarake. Pra, miq, SBA-ja, nëse doni me editën, ju intereson, po ma mërmenje është informacion me vlerë, nëse qëtë krasimi që e bëra me përqindje, fillimisht shtetet, pastaj përqindja në shifra, tash përqindjen apo dalimet në kualitete, se në qka cili shtet është më i fuqishme. SBA-ja, fuqia e saj kryesore në industrinë, po flas në industrinë ushtarake janë avionët, raketat, satelitet dhe sistemet globale. Krahasimi me Turqinë këtu, Turqia është shumë larg Turqisë të SBA-ve në shkallë dhe teknologji strategjike. Franca ka Rafale, ka raketa, është e njohur me anije dhe me eksport global. Krahasimi me Turqinë, Turqia po i ofrohet në disa segmente, por jo në avion ushtarak ende. Rusia, miq, ka raketat e njohura, avionet, tanket dhe sistemet ajrore. Krahasimi Turqisë me të, Rusia ka trashëgimi të madhe, por eksportet i kanë rënë në 64% dhe bazuar në këtë rënje ruse në 64%, Turqia është duke shkuar duke i ju afruar fuqisë industriale ushtarake të Rusisë. Kina ka prodhim masiv, ka raketa, ka dron dhe prodhon shumë anije. Krahasuar me Turqinë, Kina është shumë më e fortë industrialisht në përgjithësi me Turqinë, që i bie se ndikon në barazvlerën e këtyre edhe në rrafshin industrial ushtarak. Gjermania, me shka është e njohur, me nëndece, është e njohur me tanke dhe sisteme toksore. Po Turqia krahasuar me Gjermanin, Turqia po konkuron në blindim, në makinat të blinduara me Gjermanin, po e konkuron me dron, por jo në industrinë e thellë dhe tepër precize ushtarake. Italia çka ka? Italia ka helikopter, ka anije dhe ka elektronik të avancuar. Turqia këto po hyn në partneritete të pabesueshme me Italinë, që po e shqetësojnë edhe Evropën, dhe në të njëjtën kohë Italia po detyrohet
të pranoj konkurencë serioze me Turqinë, sepse edhe Italia është e varur nga shumë gjëra të cilat i ka dhe i prodhon Turqia. Britania ka avionikën, ka motor të tankeve, aeroplanëve, ka raketa të avancuara dhe natyrisht marinën. Me marinë, zati përgjatë gjithë historisë ka qenë ndër më të 2-3 më të njohurat e botës. Në raport me Turqinë, Britania ka bazë shumë më të vjetër teknologjike dhe përvojë së paku 80 vjeçare më të avancuar se Turqia. Izraeli, krahasimi me Izraelin dhe Turqinë, Izraeli ka dron, ka elektronik që e përdor në industrinë ushtarake, raketa shumë të avancuara dhe mbrojtje ajrore, që e folëm pak përpara. Turqia po e sfidon Izraelin më shumë se çdo vend tjetër në mesin e këtyre 10 vendeve më të fuqishme në botë në industrinë ushtarake. Spanja e nanta është e njohur me prodhimin e anijeve, me avion transportues dhe me sisteme të ndryshme detare. Turqia ka përfituar edhe nga teknologjia detare spanjolle dhe 2 vitet e fundit ka filluar të shet Spanjes armatim, industri ushtarake, me gjithë që Spanja është antare e NATO-s. Dhe e vjeta, Korea e Jugut është e njohur me tanke, me artilleri, me avion dhe me anije të shpejta dhe të mëdha luftarake. Konkurenti më i ngjashëm me Turqinë në këtë raport është konkurenti më i fortë i Koreas në këtë raport është pikërisht Turqia, e cila fillimisht ka ble motorët e tankeve, kur nuk ja ka shit Gjermania dhe Britania, dhe më pastaj i ka avancuar, e ka paralajmëruar Korenë e Jugut se po i marr, po blej vetëm kaq vite prej teje dhe do të filloj më pastaj prodhimin e tyre. Pra, meq, Turqia nuk është ende në top 10 për eksportet e armëve kryesore, por, do të thuhet, është një nga fuqitë më të shpejta në rritje dhe konsiderohet se e zë vendin e parë në botë me shpejtësinë e rritjes dhe zhvillimit të industrisë ushtarake. Për dallim nga SBA, Franca dhe apo Gjermania, Turqia po fiton tregje më shumë se këto, sepse po ofron armë më të lira, më fleksibile, më pak të kushtëzueshme politikisht dhe natyrisht të testuara në konflikte reale aty ku po ka nevojë, dhe falë Turqisë, industrisë ushtarake të Turqisë, po e tham me keqardhje, si për Turqinë, si për këtë botën, vende me i testue sot armët gjithandej në botë. Lufta, pellgjet e luftat, përveç që shkaktojnë dame, shkatrime, humbje jetësh e sene, aty përfitojnë shumë shtetet, sepse japin armë edhe gati falë, si fillim, me çmime shumë të ulta sa me i testue armët e veta. Ku është Turqia më e fortë në këtë temë që po flasëm, industrinë ushtarake? Turqia është e fortë, sidomos në dron luftarak dhe në ISR, Bayraktar TB2, AKJ, Kızılelma, është e fortë në municione inteligjente, MAM-L, MAM-C, raketa tok-tok dhe raketa ajër-tok, është shumë e fortë në elektronik ushtarake, në radar, sisteme komunikimi, luftë elektronike nga Aselsan sidomos. Tani po bëhet ndër 5 vendet më të fuqishme të botës me automjetet të blinduara, flitet se Britania, Franca dhe SBA do të blejnë
automjetet të blinduara nga Turqia, po patën nevojë në luftën të cilën po e folim tani dhe në luftat të tjera të ndërhyjnë me fuqi toksore, është e fortë Turqia në marinë dhe anije luftarake. Programi Milgem TZG Anadolu, fregata dhe korveta, Turqia po bëhet dal nga dal, pritet deri në vitin 2028 të hy me këtë pjesë të industrisë ushtarake në mesin e 10 vendeve më të fuqishme të botës. E njohur është bërë me raketa dhe artilleri Roketsan, si emër kyç në këtë, e do të flasë për raketën tash në fund, dhe natyrisht, bumin ndër më të mëdhenj që i ka bëhe, bombë, që i ka goditur vendet evropiane. Natyrisht, në kooperim me Italin, është avancimi ta quaj supersonik në prodhimin e helikopterve dhe në rrafshet të tjera të aviacionit. Të 129 Atak, Gökbej, Hyrjet, Kan, janë helikopter dhe aeroplan që po e sfidojnë dhe konkurojnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cila është pjesa më e dobët e Turqisë në rrafshin e industrisë ushtarake? Sfida kryesore dhe më serioze janë motorët e avionëve, motorët e tankeve deri në vitin në fillim të 2025, tash i prodhon vetë dhe ka filluar të shet edhe motorët të tankeve. Ka probleme me sisteme të avancuara satelitore, ka probleme me mikroqipa, ato i ka Tajvani, do me thoni i ka Amerika, ka probleme me avion, me prodhimin masiv të aeroplanve ushtarak, natyrisht me mbrojtje aerore të plot, pa pas nevoj fare për teknologjin e jashtme, dhe natyrisht ka nevoj edhe për disa ufak defekte, për disa cikria t'i quaj, ato cikria nuk janë cikria, të gjërave ushtarake, të cilat janë ekskluzivitete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës, sidomos në inteligjencë artificiale ushtarake. Pra, nëse duam të flasim realisht, pa e idealizuar Turqin, ajo është bërë fuqi serioze, por ende nuk është super fuqi ushtarake industriale. Më saktë se kaq, të mundohem të them, Turqia konsiderohet fuqi e mbi mesme, me rritjen më të shpejt në botë, me ambicje për të bërë një nga 10 qendrat kryesore të industrisë së armatimit në botë. Sipas ekspertëve që mirën me çështje ushtarake, nëse ky avancim dhe ky zhvillim industrial ushtarak i Turqisë vazhdon edhe 3 vite, në vitin 2029 Turqia do të jetë brenda 10 vendeve më të fuqishme të botës në industrinë ushtarake, ndërsa në aviacion do të jetë brenda 2-3 vendeve më të forta. Tashmiq, ka funi i temës, por jo si fund i rëndësisë, një temë do ta shqyrtoj të një rëndësie kardinale për Turqinë, për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për sistemin ushtarak në botë deri të tanishëm. E them paraprakisht, këtë që e thash deri më tani në lidhje me Turqinë, e 10, e 16, e 3, e 4, këto llafe kanë vle deri para 3 dite. Pej 3 dite e këndej dëgjani të rejat çfarë ka ndodhur. Marramendse të pabesueshme në lidhje me Turqinë. Një moment. Tash, ajo që e bën jo vetëm interesante, por tronditse për botën, për vendet e NATO-s, natyrisht për Rusinë, për Kinën dhe vendet e rajonit kryesisht,
është lajmërimi se Turqia e prodhoi raketen me rreze deri në 6.000 kilometra që u prezentua në Saha 2026 me emrin Yıldırım Han. Dhe rëndësia e kësaj në pak minuta do të trajtohet këdo para juve. Fillimisht emni. Yıldırım në Shqip dënë të thët vetëtim. Han dënë të thët shtet, perandori dhe diçka të ngjashme. Yıldırım e ka pasën mbi emnin apo cilësorin, atë logona, motona, Sultan Pajaziti, i cili ka zhvillu, zgjeru tokat turke, tokat e perandorisë osmane si vetëtima dhe merr emnin Sultan Pajazit Yıldırimi. Ka vende kështu të quaj elitare në për qytetet të ndryshme të Turqisë që e kanë emrin Yıldırım. Yıldırım nuk i jepet secilit vend. Jo rastësisht Turqia, Erdoğani e zgjedh emrin Yıldırım Han për raketën 6.000 kilometra, që dënë të thot perandoria e qiellit e shpejt si vetëtima nëse dojmë ta konfigurojmë një fjalimat të zgjeruar për më kuptue Shqip. Është fakti kryesor i kësaj rakete se Turqia po tenton të hyjë në një botë ku ndodhen vetëm disa fuqi të mëdha që e posedojnë këtë. Ëndër e Erdoğanit ka qenë, disa herë tërthorazi e ka përmend dhe ja arriti. Me prodhimin e Yıldırım Han, raketës 6.000 kilometra largësi që mund të hidhet, me mundësi të bartjes së kokave bërthamore, që është e shpejt supersonike sa edhe raketat ruse dhe amerikane, Turqia prej para 3 dite, prej sot të them kështu, është në mesin e shteteve që e kanë raketën 6.000 kilometra dhe ato shtete janë vetëm e vetëm Shëbaja, Rusia, Kina, Franca, Britania, India dhe Koreja e Jugut. Këto 8 shtete tani e kanë fjalën kryesore në botë në lidhje me raketat, me dronët dhe me qiellin apo me qiejt e vendeve të ndryshme të botës, të cilat i mbështesin këto 8 shtete apo i kundërshtojnë. Cilën do që e bëjnë, paraprakisht duhet ta menojnë mirë, se me cilat 8 shtete kanë punë e në mesin e këtyre edhe Republika e Turqisë. Pra, klubi i shteteve që posedojnë teknologji me karakteristika të raketave ndërkontinentale apo afër ndërkontinentale, tani tutje është klubi i shteteve në mesin e të cilave është edhe Turqia. Sipas medjave turke, por edhe ndërkombëtare, sidomos ato britanike, franceze, gjermane, amerikane, perëndimore në përgjithësi, raketa Yıldırım Han u prezentua si një sistem me rreze deri në 6.000 kilometra me shpejtësi të raportuar deri në Mach 25, e them pak ma vonë çka do me thonë, dhe me kapacitetet për goditje strategjike në thellësit më të mëdha gjeografike të botës. Pyetja, pse 6.000 kilometrashi është kaq i rëndësishëm? Kjo distancë, së minuta o bëndën, kjo distancë, miq, e ndryshon komplet logjikën strategjike të Turqisë. Me raketat e mëparshme që i ka pas, si Bora, Tajfun, 2.000, 1.500, 700 km,
Turqia ishte fuqia numër 1 rajonale, hiq Izraelit. Por, një raket 6.000 kilometrëshe largësi që mund të hidhet e fut Ankaran me logjikën e mbrojtjes, fuqis dhe sulmit strategjik që e bën ndër vendet më të njohura të botës. Kjo dënë të thëtë se teorikisht ajo mund të arrijë objektiva shumë larg teritorit të saj edhe deri atje, ku ato vende as që kanë mujt me imagjinue para 4 vjetë se një armë eventuale e Turqisë mund t'i arrijë. Kështu, nga Turqia, një rreze e tillë mund të mbuloj pothuajse gjithë Evropën. Në një video të kaluar kam thonë, Evropa e dëshiron një Turqi, antarët e NATO-s, kur kanë folën, apo del Amerika, kush e merr udhëheqjen sene, kur janë nisën ignorantët me më komentue duke u bazuar vetëm në titullin në thumbnail. O njerëz, nga në video shka thuhet aty. A bje Turkia është e para në NATO asena, nuk thuhen ato fjalë që shi thoni jo, vetëm me një fjali, bohet, zbohet, turkofil, turkofob, tërtmërt. Nga në video në analiza në bojmë, nuk bojmë hajgare këto, nuk bojmë video, nuk hargjojmë ko e mund e jetë, e djerës, vetëm sa për klikime, s'na dohen heq, bash heq, së mdohen. Unë e bëj analiza me i informuar shqiptarët. Ata që janë të interesuar me mësuar nga ato që une po e mësoj vazhdimisht për gjatë leximit të vazhdueshëm. Pra, Evropa ka dëshirë që të jetë një Turqi e fortë, në rast krize me Rusin që të mbroj atë, por në të njëjtën kohë Evropa i friksohet shumë pasardhës së perandërisë osmane të dikurshme, të jetë aq e fortë sa dora e saj, mos thash zoti shuplaka e saj, ta mbërri edhe faqen e Londrës. Kjo tani më ndodhi. Raketat 6.000 kilometrëshe të Rusis mund të arrijnë në çdo cep të Evropës. Pastaj, pjesën më të madhe të Rusis, tër lindjen e mesme, tër Azinë qendrore, pjesën më të madhe të Kinës, Afrikën veriore natyrisht dhe pozicione e rajone shumë më të largëta dhe të ndryshme se kaq. Dhe kjo është arsyeja pse shumë analist e kanë quajtur ndryshimi epokal, historik i industrisë së Turqisë dhe shenja më signifikante, më e fuqishme, argumenti më i qëndrueshëm i asaj që Erdogan vazhdimisht e ka thënë se shekulli i 21 do të jetë shekulli i Turqisë. Raketa 6.000 me rreze 6.000 kilometrëshe e bën Turqinë pretenduesja ndër pretendueset më kryesore të botës për të marrë pjesë në ndarjen e interesave. Të flasë ma modest në ruajtjen e interesave në çdo cep të botës. Çfarë tjetër ka kjo raket? Përveç fuqisë shpërthyese që e ka dhe një mesazh politik shumë të fortë. Shumë media në Turqi, analist të industrisë së mbrojtjes, që unë i përcjell vazhdimisht, e kam thënë botnisht, njënin një ditë, jo e di se po ju lodhi mes kur po ju thom komentet e, mos u lodhni. Unë e di se çka bëj. Unë i përcjelli komentet. Unë nuk jam i poshtër me qita një status dhe mos me u marr me njerëzit të cilët ma lexojnë ata, sepse i konsideroj të afërt të mi. Unë e konsideroj, mos thom klub sikur këto, po ne konsideroj murin tem në Facebook. Tani këto video që i bëj këto, i konsideroj një familje temën, familje intelektuale ku po komunikoj. Çfarë? Unë nuk e di, a ka poshtërsi më të madhe se me qitë status dhe ti mos mu interesue për përshtypjen e njerëzve që ta dëgjojnë atë.
Kjo i bje, krahasimin është banal, po, sikur një profesor shpjegon në kateder aty, shkenca politike, kimi, matematik, shqip, letërsi, dhe nuk interesohet a po mësojnë studentët apo nuk po mësojnë. Vish rrogën me mora, haram. Pra, njoni në kish komentue aty edhe u do këni farë intelektualci, unë e di se ku lexon ti e një ditë ka me i përmen krejt këto publikisht. Po a ka shqiptar, nëse ka, ju lutem, më përgjigjeni në këtë pyetje që po e bëj, se dola pej temës. Ju lutem më përgjigjeni në këtë pyetje që po e bëj. A keni pa ndonjë shqiptar tjetër që flet për këto tema dhe përmend burime se çka lexon e tek lexon? Revista, gazeta, mediuma amerikane cilat janë pro-demokratëve, republikanëve, në Evropë shka lexon, në lindjen e mesme shka lexon, Menna, El Jazeera, El Arabia, El Quds, El ajo, a ka shqiptar që ka të regue me emna me mbjena, mi kap në dorë revistat, shkencat, librat dhe me thonë që ta lexojeni. Unë vetë i shpjegoj ato dhe krenona në shkrimet të cilat i bëj, në analiza për periodik të ndryshëm, unë nuk kam shkrim, analizë që i ka 10-15 faqe që më ka botu diku në bot apo në Balkan, që si ka së paku 200 fusnota e që si ka së paku 50 burime bibliografike. Për mua nder me thonë se e ka thonë filon hoxha këto, e ka thonë filon djetari këto. Natyra e videove nuk është me përmen emna, me citu hadithe, ajete prej fillimit të ri, në fund se s'po jetë tani hapësirë me shpjegu gjana. Për dini jo që po mënona me i shtru horizontalisht, për më konë ma të kapshme. Për ndryshe, nuk kanë derë ma të madhë se ti me thonë e kum dëgju për i filanit. Është obligim islam, ata shka thire në islam e në islamistik, me thonë anë, që kjo është marrë hadithi pe këti, po kjo nuk është vish për me kalzu hadithin, po kjo metodik islame, edukat islame, terbije islame që e ka përdor pejgamberi, e kam përdor djetar të mlaj se këto e kimi marrë për këtu, këto e ka thonë këto. O vla të na këto edhe, a e dini se ka hoxalar, në për gjamiat e tyne e shpjegojnë librin e Ebu Hanifës, Fikhul Ekberin, Fikhul Ezgarin, thotë që më konë ata përkthys vetit. Përpara e ka përkthimin tem edhe nuk ja bën goja me thonë, Mustaf Bajrami e ka përkthy qëta. Në për televizione isha, s'po ankona, pe tregoj gjendjen katastrofike të turpshme, intelektuale të shqiptarve. Isha në për studio, në për video, në qojnë ka njerë pahasi, ka njerë i lypi vetë, i citojnë tekstualisht ato që i kam thonë, nuk e përmen kënë Mustaf Bajramin. Dhe me gjithate, edhe nëse kështu, në mënyrë kaq të poshtër veprohet, ndaj djersës teme, unë me gjithate nuk bëj dhe kur nuk kam e bo si të tjeret. Me kriju grupe të minja në për jetës sociale, edhe mi thonë dikujna gjuju qatina, bënja lajk qatina, në asë një mënyrë, kur se kam bo, kur nuk e bëj, kur nuk kam përdor logari fake, mi pas 2, 3, 5, me bo që shbojnë do, edhe am janë të njërë, doktora shkencave, i kanë ka 2 a 3, her pyt vet, her i përgjezhet vet. Këto shka e di e tham këto dhe këto shka une bazona dikon, aty ku duhet me thonë, une e përmeni referencët. S'ka nevoj ti zotni me më thonë aty mua se një dit, une ka me i qitë, ka me të regue botnish se ku i marë. Edhe ka që është e kjartë. Sido që të jetë miq, se u bëhe koha, i kam edhe 3-4 minuta, kë mesazhi i kësaj rakete Yıldırım Han, perandoria e vetetimës ajrore, Shqip, e ka dhe mesazhin politik. Shumë media në Turki, analist, rreth industrisë mbrojtjes e interpretojnë mesazhin e Yıldırım Hanit si
Turqia nuk dëshiron më të mbetet e kufizuar nga arkitektura ushtarake e NATO-s dhe nga shkopi i dirigentit të Washingtonit zyrtar. Turqia me këtë raketë e ka dhënë një mesazh dhe po përpiqet të ndërtoj një autonomi strategjike, një pavarësi teknologjike dhe aftësi goditëse të nivelit të lartë dhe shumë precis. Kjo e lidh Turqinë dhe e bën ndër ato pak vende më të njohurat në botë. Megjithëse që thash, po e shpjegoj çka do me thonë që ajo Mach 25, e kam të shkru me këto, se jo që e ku mësue në shkollën matematik, nuk ka kohë. Dhe, për fund, cili vend po frigohet më së shumti nga ky përparim epokal i Turqisë me raketën 6.000 km? Izraeli dhe Turqia. Sepse një Turqi me raketa të kësaj klase dhe të këtij niveli ka ndryshuar rrënjësisht balancën jo vetëm ushtarake të rajonit, prej Marokut deri te Kina atje, e deri në Alterosia, por e ka ndryshuar edhe balancën psikologjike, ushtarake, gjithë popullore të kombeve që jetojnë në këtë pjesë të botës. Izraeli ka qenë për dekada fuqia kryesore ushtarake, teknologjike e lindjes së mesme. Irani pa të ndërtue një sistem raketash me të cilat këtu e gjumëhaz dhe zhduk Izraelin, po mos që Amerika, ndërsa tani Turqia po hyn shumë më e fuqishme se edhe Irani dhe Izraeli në fushën e aviacionit, sidomos në sistemin e raketave. Media të ndryshme izraelite, analiza evropiane e shohin këtë si ngritje të ambicjeve të rrezikshme strategjike turke. E shohin si dalje graduale nga varësia perëndimore, që është rrezik për perëndimin dhe tentativë për status të fuqisë globale. Nga që kjo fjali e fundit që e them, Rusia është shteti i dytë që më së shumti i është friksuar këtij suksesi spektakolar të Turqisë, e cila lajmëroi nëpërmes gojës së presidentit Erdogan se nga sot Turqia posedon raketën ndër më të fuqishmet në botë me distancë rreze deri në 6.000 km. Shihemi sonte në orën 21, shpresoj që këtë video ta shihni para live-it dhe aty pastaj ta bisedojmë edhe këtë, po e pat të rëndësishme dhe për temën të cilën e kam paralajmëruar. Kush është ai? Kush qëndron pas tij dhe çfarë është organizata e cila e kërcënoi kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, me jetë dhe vdekje? Bosht tema do të jetë kjo. Deri atëherë, mirupafshim. Mos harroni me e bës subscribe dhe me i shpërnda këtë video. Ju nga tjeta.